Nuk ka nevojë çdo detaj të jetës tane m'ia tregu ti dikujt. Nuk ka nevojë çdo plan të jetës tane m'ia treguë çdo njonit. Ky çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kërkoni ndihmë për arritjen e qëllimeve tuaja duke i mbajtur mshehta. Shere, thot kërkoni ndihmë për arritjen e qëllimeve tuaja duke i mbajtur të fshehta. Shumë njerëz ndodhin që i ka disa qëllime, edhe shkon ja tregon shoku shokit. Shkon ja tregon shoqja shoqës, edhe çat ti s'munësh me realizu. Nuk ka nevojë çdo detaj të jetës tane m'ia tregu ti dikujt. Nuk ka nevojë çdo plan të jetës tane m'ia treguë çdo njonit. Tregoja çatyve që mendon me realizu çat plan me çato njerëz. Ama mos shko çdo kujt m'ia tregu çdo plan të jetës tane. Mos shko me çdo detaj të jetës tane m'ia treguë, edhe ndoshta edhe dostit tan. Kabe, janë disa sene që ruhen për veti. Janë disa sekrete që i ruan njëri veç vet. Po me ta ma shoki sekretin, ama me ta nxjerr dal, masi del një problem. Ti ndoshta e ki një shok 5 vjet shok. Hala se ki deshifru, a e ki mik, a e ki armik. Ti shkon ja këtë detaj të jetës tane, a e këtë jetën tane e kondor, qysh do të sulmon? Do thonë s'munësh, ruaj disa sekrete, disa plane, disa qëllime të jetës tane, ruaj vetë ti realizojsh kadal. Mos u mundo këtë ti zbulosh.